Konkretisht cilat janë prioritetet strategjike të FIBank për vitet e ardhshme në tregun shqiptar? Jam e kënaqur dhe ju falenderoj për prezencën time në këtë studion tuaj, jo vetëm si përfaqësuese e shoqatës së bankave, por që përfaqësoj dhe bankën time, FIBank. Si t'ju kemi dhe në për herë të parë në fakt me fokus tematikën. Flasim për prioritetet e bankës në gjatë. Është një bankë e cila ofron te klientën të gjithë llojet e produkteve bankare. Absolutisht të gjitha. Është një bankë e cila ka patur një rritje të qëndrueshme, të mirë, persistente ndër vite. Le të themi viti i kaluar ka qenë një nga vitet më të mira të bankës, kur neve rritëm prezencën tonë në treg, pra market share të bankës në një përqindje më të largë nga të gjithë sistemi bankar. Ndërkohë, kemi bërë shumë mirë në produktin e kredive, në atë të depozitave, le të themi në kredi prezenca e bankës është mbi 4%. Ajo që dua të them është që ka një rritje të qëndrueshme persistente ndër vite. Ajo që neve na dallon dhe që unë do ta thoja me krenari, është shërbimi i mirë që kemi, një staf i përkushtuar, një staf i cili ka njohuritë e duhura për të ofruar një gamë të gjerë produktesh tek klientët e saj. Është edhe diçka tjetër. Në kohët moderne, klientët nuk sjedhin dhe nuk janë, si të thuash, të fokusuar vetëm tek një bank. Shumë normale, dhe studimet e kanë thënë këtë, që të kenë 2-3 banka. Le të themi, kredin mund ta marri në bankën A, ndërkohë që depozitën e kanë në një bank tjetër, fondin e investimeve në një bank, ose produktet financiare, instrumentat financiare të tjerë i blen nëpërmjet një banke tjetër. Kjo është diçka e zakonshme që po ndodh në sistem. Sepse jo domosdoshmërisht mund të kesh gjitha kushtet apo terma që ka një bank për çdo produkt, ëh? Patjetër. Një produkt mund të përqejë më shumë apo është më i favorshëm tek njëra apo tek tjetra. Po, kjo është e vërtet. Ajo që neve kemi në strategjinë tonë aktuale është pikërisht rritja e numrit të klientëve. E kemi sa klient kemi sot? Afërsisht gati 70.000 klient. Është rritur ky numër dhe neve rritemi çdo vit me gati 10% të numrit të klientëve, ne rrisim çdo vit. Është një shifër e mirë, punojmë shumë për ta bërë këtë dhe kryesorja që ne bëjmë është fokusi tek trajnimi i stafit. Është një nga gjërat të cilën e bëjmë në mënyrë persistente, të vazhdueshme dhe me shumë profesionalizëm. Ka shumë rëndësi, e përmenda edhe gjatë asaj që thash më përpara, ka shumë rëndësi bankeri personal i cili është përballë, që duhet të shpjegoj mirë, të japi gjithë informacionin, të krijoj besim te klienti, ti thot realisht gjëra siç janë. Dhe ky është fokusi që neve kemi. Sa i përket strategjisë tonë, sigurisht digitalizimi është një nga, do ta rendisja nga të parat. Neve alokojmë goxha fonde për të rritur dhe përmirësuar edhe sigurinë nëpërmjet aplikacioneve tona, sepse është shumë e rëndësishme dhe kjo për t'u përmendur që sistemet duhet të paraqesin siguri te klientët. Nga ana tjetër, kemi në objektivat tona edhe rritjen edhe pak të prezencës fizike. Neve jemi prezent në të gjitha rrethet e vendit, në të gjitha qytetet kryesore të vendit. Ajo që kemi menduar është të kemi dhe pak më tepër prezencë në Tiranë. Kemi aktualisht 4 dek, 5 dek, le të themi. Nevoja është që të jemi sa më pranë klientëve. Kjo është. Çfarë zgjidhje ofron FIBank për klientët që kërkojnë të kursejnë dhe të investojnë në mënyrë efikase? Është një nga pikat e forta që neve kemi, pikërisht produktet e depozitave dhe ato të investimeve. Kemi një staf të përgatitur, i cili ka njohuritë e duhura dhe asiston në mënyrë shumë të mirë te klientët. Prej vitesh, FIBank ka krijuar një emër shumë të mirë në treg, si ndërmjetës financiar për bonët dhe obligacionet e qeverisë shqiptare.